Punëdhënësit, sindikatat dhe qeveria nuk u morën vesh për rritje të jashtëzakonshme të pagës minimale në 600 euro, ashtu siç kërkon lidhja e sindikatave të Maqedonisë. Në seancën e sotme të Këshillit Ekonomiko-Social u arrit marrëveshje që bisedimet të vazhdojnë. Kryeministri Kristian Mickoski thotë se nuk është kundër rritjes së pagës minimale, por shton se ajo mund të bëhet vetëm nëse pajtohen edhe punëtorët edhe punëdhënësit. I kako rezultat na Dëshiroj të theksoj qartë, qeveria nuk është kundër rritjes së pagës minimale. Angazhimi ynë është që paga të rritet edhe puna të vlerësohet në mënyrë të duhur, por gjithashtu jemi bindur fort se një rritje e tillë duhet të jetë rezultati i marrëveshjes së ndërsjelltë mes punëtorëve dhe punëdhënësve, i arritur përmes dialogut social dhe mbi bazën e mundësive reale ekonomike. Dhe kjo rritje duhet të jetë në përputhje me potencialet dhe kapacitetet e ekonomisë. Unë nuk jam për zgjidhje të imponuara. Edhe Ministri i Ekonomisë nuk është kundër rritjes së minimales, por nuk mendon që paga minimale duhet të rritet menjëherë. Sa i përket rritjes ad hoc të menjëhershme, pa mos pasur parametra ekonomik të qartë, pa mos pasur një analizë e cila tregon se duhet që të rritet me një vendim të qeverisë, ne do të përballemi me rritje të inflacionit, do të përballet posaçërisht kompanitë e vogla dhe të mesme do të përballen me krizë financiare, çka do të detyrohen që të largojnë nga vendi i punës punëtorët e cilët i kanë, që nuk është në interes as të punëtorëve, po as edhe të qeverisë. Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trendafilov u shpreh se nëse qeveria dhe punëdhënësit duan që në këtë mënyrë të urojnë vitin e ri punëtorëve, urimi i sindikatës tha se do të jetë mundësia për protesta. Ajo që e dëgjuam është një luftë ofertash me nevojën për të rritur pagën minimale, 600, 700, 800, madje edhe 1000 euro. Le të ulen qeveria dhe punëdhënësit dhe të bien dakord për shumën me të cilën janë të gatshëm të rrisin pagën minimale dhe të na thrasin neve, sindikatat, dhe të na tregojnë se çfarë do të ndodhë. Megjithatë, ne sugjerojmë që ta bëjnë këtë sa më shpejt e të mundur, në mënyrë që të mos e festojmë vitin e ri në një mënyrë tjetër. Lidhja e sindikatave vazhdimisht kërkon që të rritet paga minimale në vend, sepse është rritur kostoja e jetesës. Sipas llogaritjeve të tyre, vlera e shportës minimale sindikale për muajin dhjetor ka arritur në 65.492 denar.